Jemi rikthyer sërish në studio, do diskutojmë tani për sektorin e turizmit me theks veçantë tek çështja e punonjësve. Jemi në prag të sezonit, njësitë në këtë sektor kanë filluar të rihapen ato që janë mbyllur gjatë sezonit të dimrit dhe po fillojnë përgatitjet për sezonin e ri, sepse fluksi pritet të jetë i lartë sikurse ishte në 2025 dhe në vitet e kaluara. Mëngjesit do diskutojmë me zotin Arben Çipa, kryetari i shoqatës së industrisë së turizmit në Jug. Zoti Çipa, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Ta nisim me punonjësit, pati një lajm ditë e fundit që ambasadori jon në Filipine ka bërë një marrëveshje me autoritetet aty për 20.000 punonjës gjithmonë nëse bizneset tona do të kenë nevojë, dhe kam përshtypjen që fokusi është tek industria e shërbimeve, tek turizmi. Ka realisht kërkesë këtë sezon për të marrë punonjës, qoftë edhe sezonal, sepse një pjesë e mirë e njësive akomoduese funksionojnë nga maj, të themi, deri në tetor në skenarin më të mirë. Po, aktualisht, popullsia e cila bëhet fjalë për të ndihmuar industrinë tonë, popullsia e punonjësve i referohet zonës Filipinës. Fakt, për arsye se ata janë të identifikuar tash për shërbimet e tyre korrekte, gjithmonë e theksoj në pjesën e shërbimeve, pra në pjesën në vijin e dytë të shërbimeve, dhe ka rezultuar që janë efikas. E them këtë për arsye se vetëm në Sarandë Ksamil, deri vitin e kaluar, kanë qenë të regjistruar 2300 filipinez, të cilët kanë mbuluar këtë fushë. Dhe kjo është një zgjidhje e cila na ka dhënë mundësinë që ne të ekzekutojmë punën tona. Nëse më pyesni, është zgjidhja më mirë? Unë mendoj se zgjidhja më mirë mund të jetë diçka tjetër. Por atë se kemi, kjo është më e mira. Gjithsesi, pse, meqense e përmendet, pse është e pamundur të orientohen të rinj shqiptar? Ne kemi të papunë të rinj, sa të duash. 2 fishin e normës totale të papunësisë, 8% është papunësia, 17% është papunësia tek të rinjt. E pamundur të kanalizojmë drejt shërbimeve, drejt turizmit? Po kam përshtypjen se jemi pak të paaftë të bëjmë, le themi, vlerësimin e arsyes pse nuk qëndrojnë shqiptarët. Pse? Është bërë llogaria nga të gjitha drejtimet. E kemi menduar, kemi ndjekur strategji të ndryshme dhe rezulton që ato po largohen përsëri. Unë do të filloj nga pjesa ekonomike, e cila është dhe, le themi, themra e aklit e kësaj çështjeje. Rroga mesatare, e cila tashmë në tregun ton është në dispozicion të një punonjësi të thjeshtë, arrin deri 1.000 euro në muaj dhe fillon nga 1.000 euro në muaj dhe arrin deri në 2.500 euro në muaj, plus sigurimet shoqërore. Dhe në këtë kuadër, ne po pyesim njëri tjetrin, partnerët tanë, kolegët tanë, hotelierët, serviset, operatorët, çfarë po ndodh? Dhe kemi dalë në konkluzionin se është një trend çështja e largimit dhe nuk është çështje nevoje direkte. S'ka të bëjë me të ardhurat. Nuk ka të bëjë me të ardhurat. Nëse do të ketë dhe një pjesë e konsiderueshme e cila nuk i përket zonës bregdetare, por mund të jenë në zonën e thellë të territorit tonë, ndoshta aty edhe mund të justifikohet kjo. Por përsëri edhe për ata ekziston mundësia që disa shërbime të mbulohen edhe prej tyre në zonat bregdetare. Nëse kalojmë pastaj që periudha është e shkurtër, 5-6 muaj, atëherë kjo është diçka për të diskutuar se dimri në përgjithësi industria jonë bjen pauzë. Ka gjithsesi një nisëm që duhet finalizuar patjetër nga ana e qeverisë për të marrë shembullin që të paktën Greqia e ndjek. Të gjatë sezonit shteti shqiptar të paguaj minimumi kontributet që duhet paguaj biznesi, sigurimet shoqërore shëndetësore tek tatimet skema e pensioneve. Mund të jetë një hap që në një farë mënyre i ndihmon të rinjt jo vetëm të qëndrojnë brenda industrisë, por mos punojnë 6 muaj në jug, 6 muaj në kryeqytet për shkak. Ne si grup interesi, më saktë, këtë çështje e kemi shtruar me autoritetet përkatëse, me pushtetin, me mënyrën se si funksionon, pasi edhe drafti është i gatshëm, fakt është i marrë i gatshëm nga vendet e tjera që e aplikojnë këtë çështje, dhe nuk na rezulton që, le themi, qeveria të arrijë në këtë lloj përfundimi. Kjo është çështje e qeverisë, por padyshim ne insistojmë vazhdimisht që kjo të implementohet. Nga fakti që kjo funksionon dhe është e suksesshme në territore tjera, në destinacione tjera, atëherë ngelet që dhe ne ta implementojmë. Në qoftë se bëhet fjalë që buxhetet janë të larta, atëherë ne kemi propozuar dhe një plan B
në detaje, ku kjo e ardhur në pjesën e dimrit, në pjesën e jashtë sezonit e kam fjallën, mund të përpjestohet dhe ka një formulë e cila në nxjerr prapë një rezultat pozitiv ekonomik, e cila korrigjon dhe këtë problem që ne kemi, largimin e tyre. Tani, zhvendosja e punojnësve nga zonat bregdetare drejt krye qytetit, nuk e di nëse kjo do të arrijë të përballohet, le themi, nga ky numër i punojnësve, ose nëse kërkesa do të jetë kaq e madhe për krye qytetin. Çështja është se ne duhet kapim të hyjmë te filosofia, të kapim filosofin pse largohen. Nuk është çështje ekonomike dhe këtë e them me kompetencë, pasi unë shpreha pak më parë. Kam përshtypjen që edhe në Greqi rroga nga 1.000 deri në 2.500 varion, edhe në Itali, mbase edhe më tut. Më së vërtet, rroga minimale e detyrueshme nga shteti grek është 740 euro. Dhe rrogat në përgjithësi lëvizin nga 740 euro deri në 1.500 euro. Pra nuk kemi diferenca shumë të mëdha krahasuar rrogave tona dhe rrogat e një shteti evropian. Mbase është cikli çdo ekonomie, zoti Çipa. Kam përshtypjen që në çdo hap të zhvillimit të një ekonomie ndodhin edhe këto problemet sociale. Tashi, ndoshta është cikli, rëndësi ka që cikli të jetë sa më i shkurtër në kohë, dhe këtë tentojmë të bëjmë, mirë po ne nuk do të presim reagimin e çdo individi se si duhet të sillet dhe kur do të largohet dhe kur do të kthehet. Ne bëjmë punën tonë, ashtu sikurse e vlerësojmë dhe faktin që qeveria ka pasur një komunikim dhe ka trajtuar këtë çështje edhe me shtetin e Filipinës për të parë mundësinë e prurjes së tyre për lehtësimin e procedurave, që normalisht procedurat janë të lehtësuara, do thoshja, dhe në këtë kuadër territori i Bregdetit të Shqipërisë ka filluar ka të paktën 3 me 4 vjet që prurja e filipinezëve është, le të themi, i konsiderueshëm, e bëjnë punën në një farë forme, ka një cilësi, le të themi, atë që marrin përsipër. Do doja theksoja se edhe me prezencën e tyre, pavarësisht se ne bëjmë punën tonë, nuk do thotë se kostot me ato janë më të ulta se sa kostot e një vendasi. Ka shumë kostot të padukshme si fillim, pastaj janë kostot të cilat lindin në rrugë sipër dhe arrin po ashtu në kostot të cilat kanë të bëjnë me një vendali. Po gjithsesi kam përshtypjen që biznesi kërkon qëndrueshmëri mbi të gjitha. Dhe keni arritur? Mendoj se kemi gjetur ritmin tonë. Tani, nëse ne pretendojmë për më mirë, për të kualifikuar stafin tonë, kjo është diçka që e kërkon vetë industria e turizmit, çdo lloj industrie kërkon evolim edhe padyshim performancë. Sezoni është në prag, ne tham, jemi edhe 2 javë, fillon muaj maj, që zyrtarisht disa njësi mund ta nisin edhe sezonin turistik. Koha për fat mirë gjithashtu është e mirë. Si ka qenë starti 2026 dhe këto ditët që moti ka qenë i ngrohtë të paktën? Do të filloj nga pika më skajore, le themi, e Shëngjinit, prezenca turistike në gjithmonë referuar turistëve individual, jo operatorëve, ka qenë e konsiderueshme. Vizitat e shkurtra të patriotëve tanë, le themi Kosovë, Maqedoni e tjera, po ashtu ka qenë prezente në mënyrë të organizuar. Zbresim drejt Durrësit, Durrësi ka pas një prezencë, le themi, simpatike për sa i përket operatorëve turistik, por nuk ka filluar akoma sezoni turistik, le themi pro hotelerin me kapacitetet të mëdha. Vlora ka qenë mirë si vjet, le themi, nga ana vizuale të paktën, pastaj çështja e kostove dhe shpenzimeve nuk kemi hyrë akoma në këtë logjikë. Saranda vazhdon të prevaloj, pasi prezenca turistike është e konsiderueshme dhe kjo lidhet për faktin se edhe fluturimet low cost lidhur me Korfuzin, të cilat kanë filluar, kanë krijuar mundësinë e prezencës turistike në Sarandë. Edhe linja e anijeve Vion ka mbështetur. Ajo ka filluar të funksionojë në muajin prill të paktën 2 herë në ditë, që do thotë është dhënë mundësia edhe për kalimin nga Korfuzi në Sarandë. Në përgjithësi infrastruktura, gjë që ju s'ma keni pyetur akoma këtë gjë, po e bashkangjis me pjesën e prurjeve, duket sikur është në fazat e fundit të kompletimit të saj, kështu që jemi në një situatë, do thoshja, psikologjike të mirë, në një situatë psikologjike të mirë në lidhje me prurjet, pasi kontratat i kemi të qarta, s'ka ndryshime, pavarësisht luftës apo trazirave të cilat ndodhin në zonën përkatëse. Jemi një situatë premtuese dhe uroj të vazhdojmë në këtë. Ka pasur një debat gjatë këtij muaji të konfliktit në lindjen e mesme se ne mund përfitojmë, por edhe mund penalizohemi nga lufta në Iran.
realisht mund përfitojmë sepse me drejt disa kanë thënë që turisti që shkon në Dubai, për shembull, e ka të pamundur të vizitojë Shqipërinë apo Ballkanin. Pra është një tjetër karakteristike e turistit. Për çdo gjë që flitet, gjithmonë ka një të vërtet edhe ka një lidhje në thelb. Lufta, padyshim, nuk është ajo çka normalisht duhet folur dhe ndihmon për turizmin. Nuk do ta thoshim kurrë në asnjë rast. Por ndodhin fenomene të kësaj natyre, kur në një rajon, si në rajonin Përkatës, ka trazira dhe jo qëndrueshmëri politike e cila shoqëroi dhe me ekonomike, popullsia turistike e cila lëviz nga të gjitha anët e kontinenteve, vazhdon në trendin e vet dhe kanë guximin dhe kanë edhe eksperiencë që ata gjithmonë duan të lëvizin. Dhe po e sjell si shembull, periudha më fatale, më e vështirë për turistët ka qenë periudha e 2019 me Covidin, që lidhej direkt edhe me çështjen e sigurisë së shëndetit. Edhe në atë periudhë kërkesa e tyre ishte lart për të lëvizur. Dhe ne u hapëm për këtë arsye, ishim ndër vendet e vetme që prisnin të huaj. Shumë e saktë. Dhe kishin prezencë turistike pavarësisht se shtetet nga ku ato niseshin, kishin probleme në lidhje me procedurën. Dhe në këtë kuadër do thoshja se turistët janë guximtarë dhe lëvizin. Aq më tepër kur bëhet fjalë që trazira ndodhen në një zonë të largët dhe ata kanë një mundësi të dytë, të tretë për të përzgjedhur. Dhe na figuron në bazë të komunikimeve që kemi, të analizës që po bëjmë edhe me partnerët e huaj, na figuron se turisti europian i rikthehet destinacionit të Evropës përsëri, vendeve klasike. Ku si vjet do të jetë në top destination, do të jetë Greqia, do të jetë Italia dhe Spanja, dhe një vëmendje të veçantë kanë treguar edhe për zonën e Ballkanit, konkretisht Shqipëria. Padyshim edhe Malizi, por flasim për Shqipërinë që ne jemi duke ndjekur trendin e lëvizjeve. Dhe kjo është shumë premtuese, fakti që kur ka filluar lufta e deri më sot, nga komunikimet që kemi partnerë në sistemin e rezervimeve, duket që trendi vazhdon të jetë premtues, nuk po tregon që të ketë një pauzë për çështje pasigurie. Gjithmonë në rritje. Dhe përderisa flasim për operatorët, të cilët ndjekin lëvizjet në një lëvizje kardiogrami më konkrete në kohë, atëherë për turistin e pavarur ne kemi besim më të madh, pasi turisti i pavarur ka guxim më të madh, është më liberal, më i vendosur dhe kështu nuk ka arsye për të diskutuar. Dhe fakti që prezenca për muajin prill është më mirë se sa vitin e kaluar, për këtë muaj atëre sinjal është edhe ky. Është sinjal, padyshim. Dhe shifrat ishin realisht frikshme, rajoni i lindjes mesme, Emiratet, Dubai e të gjitha të tjerat, vizitoheshin nga rreth 100 milion turist çdo vit. Këta 100 milion potencial janë për gjithë pjesën tjetër të kontinentit, në mënyrë të veçantë të Europës, dhe ne 1% të vogël nga ky 100 milionsh kam përshtypjen e marrim. Është e paevityeshme kjo do të ndodhi. Do të kemi në fakt në krahun tjetër do të kemi dhe një rënje të vogël, por është e vogël pasi edhe kombinimi i fluturimeve të cilat shfrytëzoheshin nga Amerika në përgjithësi ose nga lindja e mesme drejt Dubai dhe pastaj Dubai bënte lidhjen me disa shtete përfshirë edhe Shqipërinë. Në këtë kuadër do të kemi një rënje, por rënja është me vogël se sa prurje të cilat do të sjellin nga ana tjetër, le themi, një vendimarrje të turistit i cili nuk do të mendoj për të shkuar në ato zona, por do të shkojë diku tjetër. Dhe ajo diku tjetër do përpjestohet duke përfshirë një pjesë e konsiderueshme të territorit tonë. Totali është plus. Totali është plus, do të jetë plus. Do të kalojmë shifrat, jemi herët, ne tham, por nëse çdo muaj është më mirë se muajt të njëjtët muaj 2025-s, sinjale janë pozitive. Do të kalojmë 12.4 milion vizitorë që ishin për shembull në 2025-ën. Kjo është çështje tjetër, janë të gjithë turistë apo jo, por shifra jo është. Ësakt. Në rast se do të vazhdoj që trendi i luftës, ta quaj luftës, do të vazhdoj në këto nivele, tendencat janë që ne këtë vit jemi si viti kaluar të paktën, madje dhe me një rritje 10 apo 15%. Në rast se trendi i luftës do të ndryshojë dhe do të jetë, le themi, më intensiv, atëherë mund të ketë dhe një lloj shqetësimi. Kjo e dyta në fakt e shoh të jetë
pa mundshme, pasi ka kaluar 2 muaj tashmë dhe shohim që agravimi është në nivelet që ka qenë madje edhe i zbutje. Pjekje për paqe. Kështu që jemi në premisat mira turistike dhe nuk ka ndonjë arsye që të shqetësohemi, pasi momentin më të vështirë nga ana psikologjike, si aty ku ndodh lufta, ka kaluar. Çmimet, zoti Çipa, janë në të njëjtat nivele krahasuar me 2025-ën apo kanë reflektuar rritje, sepse një ngjarje surprizë ishte kjo që po flasim. Lufta shkaktoi një rritje të ndjeshme të çmimeve, mund të reflektohet në biletat e udhëtimeve, mund të reflektohet në kostot e hoteleve, reflektohet në kostot e ushqimeve. Ne kemi 2 probleme për momentin, të cilat ekzistojnë si problem dhe urojmë që këto të jenë të kontrolluara dhe të mos zmadhohen. E para, rënja e euros, e cila vazhdon të jetë, ka filluar nga viti kaluar dhe po shkon në 0.95. Kjo rënje është diçka që kush i paguan këto kosto? Në përkthimin e saj e cila quhet exchange monetar, i paguan vizitori. Turisti, sepse biznesi mund të lehtësoj sa mundet, por... Do kalojmë te biznesi. Nga momenti që paguan vizitori, atëherë ka një arsye që të ketë një rritje çmimesh. Pikërisht për këtë fenomen. E dyta, rritja e çmimit të naftës është një fenomen i cili është i paevitueshëm për ta trajtuar ndryshe dhe për të nxjerrë kosto ndryshe. Nuk ka mënyrë se si mund të nxjerrësh kostot pa u bazuar te çështja e naftës. Nafta prek hotelerin, produktet, transportet, çdo fush, çdo zë të shërbimit turistik. Dhe do të jetë e paevitueshme, besoj, nga të gjitha subjektet turistike që çmimet të mos ndryshojnë. Nëse të ndryshojnë, do sugjeroj edhe ky është një apel edhe ndaj bashkëpunëtorëve tanë, hotelerisë, serviseve, të paktën të përllogarisin bulimin e kostove të cilat kanë lindur dhe jo egzagerime për fitime mbi kostot të cilat kanë lindur. Në qoftë se çmimi i naftës do të ketë një kontroll të paktën brenda muajit maj, mendoj se nuk do të ketë arsye për të rritur çmimet. Dhe ky është një apel dhe kjo është një kampanë e cila duhet dëgjuar nga të gjithë faktorët dhe nga pushteti qendror padyshim, të cilët ndjekin politikat e rritjes apo të uljes të çmimit të naftës. Aktualisht kemi një rritje nga 160 që ishte ka shkuar 200 e diçka më tepër, 210. Kështu që kjo është një rritje e cila duhet llogaritur si një kosto. Atëherë, si veprojmë? Duhet jemi shumë praktik dhe të kujdesshëm. Sigurisht, edhe biznesi duhet marrë një pjesë të kohës, gjithmonë nëse është e përkohshme, sepse nëse është gjithmonë kam shtypjen që nuk ka leverdi, qëllimi i çdo biznesi është fitimi. Por gjithsesi në periudha krizash merren kosto përsipër. Zoti Çipa, ju përmendët pak infrastrukturën. Saranda ne e kemi parë në kulmin e sezonit, trafiku është një ndër problemet kryesore. Po flas për infrastrukturën atë klasiken, trafikun, pastaj infrastruktura mund të përfshijë një gamë të gjerë çështjesh dhe shërbimesh. Ka përmirësime? Doni ta filloj nga Lezhë, unë jam përfaqësues i Lezhës, por nga që operojmë kështu për Sarandën. Saranda është një situatë shumë premtuese dhe shumë lehtësuese nga ana vizuale për vizitorët. Dhe them këtë do të bëjmë shumë i qartë në kohë shumë të shkurtër. Ne kemi pasur një problem në lidhje me trotuaret, cilat lidhin zona turistike. Kanë qenë pothuajse inekzistente, ose kanë funksionuar, le themi, si një botë e tretë. Në këtë moment, në qoftë se vizitoni Sarandën, ne jemi në procese sipër për ta mbyllur ndoshta edhe gjatë muajit maj, gjithë ciklin e shtrimit të trotuarve, të cilat kanë një pamje dhe një funksion më se europian. Pra, kjo është një risire. Sigurisht. Kjo lidhet me sigurinë, lidhet me anën vizuale, anën e bukur, çka vizitori do të shohë, le themi ngjyrat që i takojnë ato. Ecni sigurt minimum. Padyshim, e sigurt, prandaj dhe renditat parën. Dhe aksesi për të lidhur zonat krijon një mundësi që turisti ta shfrytëzojë këtë për të ecur me këmbë dhe për ta prekur qytetin. Nëse do të kalojmë te rrugët e qytetit, rrugët e qytetit janë pothuajse krejtësisht të shtruara dhe janë rrugë të reja. Organizimi që po bëhet për fillimin e majit në lidhje me funksionimin e tyre me sense të kundërta apo me një sens, dhe kjo do të sjellë një lehtësim shumë të madh. Ne kemi një problem të cilin vazhdojmë akoma ta mbartim këtë me lehtësime nga ky vit, pasi Saranda nga kërkesat e mëdha, nga trafiku i madh,
nga fakti që vetë vendalint, ose shqiptarë, për si vizitorë shqiptarë, duan për një distancë të shkurtër të përdorim automjetin, e kjo është diçka që rëndon veten, rëndon turistin dhe krijohet një imazh trafiku i mbigarkuar. Mendoj, me gjitha këto lëvizje që po bëjmë, ku investimi në përgjithësi ka qenë shumë serios, qoftë nga pushteti qendror, qoftë nga banka botërore, përfshirë këtu edhe Ksamilin, ku Ksamili po merr një formë totalisht ndryshe nga ajo që njohim, po ajo pikturë e bukur e Rembrandtit, po i bë dhe korniza, e cila e kompleton këtë gjë. Korniza është infrastruktura? Po, infrastruktura totale, si rrugëve dytësore për të lehtësuar, e unazave të cilat janë krijuar, dhe besojmë se si vjet do të kemi një sjellje ose një qasje krejt të re në lidhje me qarkullimin në Ksamil dhe Sarand. Fakti që janë shtuar dhe rrugë të reja si në Ksamil dhe Sarand, kjo do të krijojë një mundësi lehtësimi për mënyrën e qarkullimit dhe për lëvizje në kohën e duhur dhe të caktuar për automjetet e transportit publik, por qoftë edhe ato të turistëve. Zoti Çipa, një tjetër çështje që s'po gjen karar, ta themi shqip, është ajo e çadrave, shazlloneve. Çdo vit qeveria përpiqet të gjej mënyrën e dur, mënyrën ideale që na përshtatet edhe ne si shqiptar. Këtë vit ka ndryshime në bazë të aplikimeve të bëra njoftimeve edhe nga Ministria e Turizmit dhe Kulturës. Ndryshimet ishin kryesisht tek ata që janë strategjik të mëdhenj, por për ata që janë vegjël, biznese që shfrytëzojnë këto 4 apo 5 muaj, ka ndryshime thelbësore apo si vitin e kaluar? Më lejoni të them, unë do të paraqes një opinion personal dhe kjo lidhur gjithmonë me eksperiencën, por padyshim që mund të ketë dhe kritika mbi këtë që unë do të shpreh tash. Investitorët strategjik janë të mirëpritur gjithmonë kur ata kanë destinacion, turizmin dhe vetëm turizmin, dhe jo pastaj tjetërsimi i asaj gjatë rrugës. Për këtë pjesë nuk do të doja të flisja, se nuk e kam dhe aftësinë. Për investitorët strategjik me destinacion turizmin dhe vetëm turizmin, janë për herë të mirëpritur, i duen teritorit tonë, pasi ne kemi shfrytzuar ndoshta më pak se 0.1% të sipërfaqeve me investitorë strategjik, të cilët fokusohen te kapacitetet e mëdha. Dhe jemi në një fazë që kjo gjë duhet jetë prezente. E nuk mund të konkurrojmë shtetet tjera, kur ne punojmë vetëm me hotele butik dhe me hotele familjar. Pse? Kërkesa është rritur, dhe kjo është arsye e parë. Përsa i përket plazheve dhe zonës se si do të menaxhohen, në fakt, edhe ky është mendim personal, zoti kryeministër ka bërë shumë mirë që vitin e kaluar shpërndau një mesazh se do të ndryshojë funksionimin e tyre, dhe kjo ka bërë mirë se i ka tundur pak kockat operatorëve, hotelerisë e tjera, se i kthyen këto plazhe pastaj në plazhe private. Dhe vetë qytetari apo vizitori nuk gëzonte të drejtën që ta prekte ujin e kripur, ashtu sikurse ndodhte çdo vend tjetër. Padyshim që hapësirat tona janë të kufizuara. Numri turistik është shumë i lartë, por menaxhimi gjithmonë sjell një rezultat të pranueshëm. Edhe raport çmim-shërbime. Tani të kalojmë te çmimet. Ka pasur zona caktuara dhe subjekte caktuara të cilët e kanë tepruar. Mirë, po ky mesazh ka kaluar në veshin tonë, në veshin e pushteteve lokale dhe qendrore, dhe ata gjykohen për këtë pjesë, pra gjykohen nga vetë vizitori, i cili nuk preferon të vizitojë. Kjo ndikon edhe te pjesa tjetër e cila është e shëndetshme në sjelljen e tyre. Por mendoj se kemi ardhur në një moment, edhe kjo reflekton në fakt edhe nga vetë subjektet, që kemi filluar dhe jemi bërë të logjikshëm, jo pasionant në çështjen e çmimeve. Dhe kjo lidhet me jetëgjatësinë tonë, që do thotë, nga viti kaluar, ne kemi parë një reflektim në çështjen e trajtimit të çmimeve në përgjithësi, nuk ka pasur komente negative në lidhje me çmimet e rritura. E vërtet është se ne deri vitin e kaluar i kemi rritur mjaft çmimet, prandaj dhe qarkullon dhe mesazhi se Shqipëria nuk është e lirë, por është e shtrenjtë, por nga viti kaluar e vërteta është se ka një kujdes në përgjithësi. Për sa i përket plazheve, tani duke patur dhe informacionin personal,
Agjencia e Bregdetit është në procese sipër për të finalizuar kontratat me të gjitha subjektet. Pra nuk do të kenë ndryshim që plazhet të bëhen 100% publik, por do të trajtojnë, le themi, nga subjektet e hoteleri sidomos, dhe kjo është qëndron, është me vend, pasi plazhet kërkojnë kujdes, kërkojnë pastërti, kërkojnë organizim, dhe në këtë kuadër janë të fituara të gjitha palët, si subjektet që përkujdesen për plazhet dhe aty arrin të ofrojnë shërbime të natyrës, beverage, restorant e shërbime tjera. Dhe në këtë kuadër do thoshja se të gjitha palët e kemi gjetur fjalën dhe uroj të kemi një sjellje dhe një feedback në fund tetorit pozitiv për këtë vit krahasuar me vitin e kaluar. Dhe këtë e uroj, se nuk mund të jap kompetencë se çfarë do ndodhi. Modeli i Lezhës për shembull ishte i suksesshëm, ishte një plan, një model pilot. Bashkia e Lezhës, plazhin e Shëngjinit, një pjesë të tij, e menaxhonte vetë. Çmimet ishin relativisht të ulta, nga 300 deri në 500 lekë, të pastra ishin. Mund zerohet edhe në bashki të tjera? Kjo ide ishe shumë ide mirë dhe përderisa funksionoi, atëre këtu nuk ka vend për të diskutuar që duhet ishte një ide ndryshe përderisa funksionoi. Por mos harroni se çdo destinacion, çdo zonë Durrësi ka fat tjetër, ka një trajtim tjetër dhe funksionon ndryshe. Edhe sipërfaqja e Durrësit me të Lezhës, padyshim. Kurse Vlora ka mungesë, le të themi, në sipërfaqen e saj të Bregdetit dhe trajtimi është ndryshe. Saranda është ndryshe. Saranda tenton tani pushteti lokal, jo tenton, po ndodh në fakt është fakt që po zgjeron, le të themi, vijën bregdetare, shtohet plazhet. Në fakt do më thoni ju si vije dorën atë çdo Dubai si është ndërtuar. Ka vendor njeriu dhe ka krijuar artificial. Megjithatë, ne kemi arsyen që nëse ka kërkesë shumë mirë të hapësh plazhe të reja. Ka kërkesë. Ne flasim për sot se çfarë ndodh. Në rast se kërkesa do të jetë e shumë fishuar, atëherë ne duhet mendojmë për strategji që të shtojmë hapësirat përsëri. Forma secila do të jenë, ka konsulta, ka mënyra dhe na duhet realizojmë. Kështu që në këtë kuadër Saranda duhet menduar ndryshe. Ksamili duhet menduar ndryshe. Aq më tepër që popullsia turistike është e përqendruar në këto dy zona. Çfarë duhet? Atëherë projekte, ndryshime dhe të shoqërojmë ritmin e zhvillimit me zhvillime të reja infrastrukturore. Edhe një pyetje të fundit, zot Çipa, për ta përmbyllur. Një vlerësim për jo në lidhje me numrin total të turistëve, do të kemi sa 2025 apo jo, por a do të jemi më të qëndrueshëm këtë vit, gjithmonë në kuadër të turizmit gjithvjetor? Po, 5 vitet e fundit tregojnë që ka një qëndrueshmëri. Përmirësim gjithmonë. Ka një përmirësim, ka shtim të numrit të turistëve, por të tipologjive të ndryshme, dhe jo vetëm, por edhe të periudhave të ndryshme. Para 5 vjetësh nuk bëj fjalë që në Tiranë kishim turizëm dimëror dhe charterat e low cost të përfshinin, le themi, nga gjithë territori i Evropës të paktën të preknin aeroportin e Shqipërisë. Tash ndodh, këto chartera mbartin njerëz dhe nuk vin bosh, dhe tipologjia turistike është shumë fishuar dhe përveç se kaq ka dhënë një oksigjen, le themi, për turizmin dimëror dhe mundësi ku tendenca gjithmonë është më e lartë. Nga momenti që Shqipëria është bërë një destinacion i cili preket lehtësisht, është fenomen që tendenca në vit duhet jetë të paktën të preki një rritje 3% minimumi. Atëherë ne le të mbajmë 3%, dhe nëse ndodh 5% janë të mirë. Aq mirë, por kam përshtypjen që edhe ne nga viti në vit duhet përmirësohemi jo vetëm me cilësi më të mirë shërbimi, por edhe me aventura të reja, me eksplorime të natyrës, të siteve të reja kulturore që mund zbulohen. Pra duhet të jemi edhe ne kreativ, kam përshtypjen, për të ofruar çdo vit mjafton diçka të vogël ndryshe. Kjo ndodh, ne jemi mjaft kreativ, kemi një territor shumë të pasur dhe kemi dhe tipologji ndryshe nga vendet të tjera. Kështu që përbën sens fakti që tipologjia jon është diçka ndryshe. Tani kjo se është ndryshe dhe shumë kualitative, kjo është plus për ne, kështu që lidhet me pjesën e ofertës pastaj, që lidhet me pjesën e buxhetit dhe të anës ekonomike. Zoti Çipa, ju falenderoj për këtë intervistë në studion e televizionit. Faleminderit për ftesën tuaj.